në studio për të prezantuar një këngëtar, të cilin unë kam vendosur ta prezantoj kështu, nga kaldrëmi i Korçës, një ditë të bukur në rininë e tij vendosi të shpërngulej në Greqi dhe fatmirësisht për Shqipërinë dhe fatkeqësisht për Greqinë, në një periudhë ku Greqia psoi një krizë, ai u kthye në qytetin e vet të lindjes dhe fatmirësisht i dha Shqipërisë shumë hite dhe shumë këngë të mira. Së fundmi, ai për publikun nga një dhuratë, një këngë e cila titullohet Unë xhelozoj, jam i sigurt që e keni parë, nëse nuk e keni parë, mund ta gjeni në kanalin e tij në YouTube dhe patjetër zbavisni veshët me ritme të bukura dhe me një këngë që ka një fabulë interesante, të cilën na zbulon ai vetë. Me ne në studio David Xherau. Shumë kënaqësi që jemi së bashku, David. Mirë se vjen. Për mua të dy jeni çift, domethënë që kompensoni shumë mirë njëri tjetrin. Unë dia që isha vet, nuk e dia. Po me këto yje që ke marrë afër, nuk mund të shëndosh e shkurti. Si e mbandi siluetën. Mirë, David. Tani ju për këtë xhelozoni që ta marrësh. Ju e di për xhelozoni. Roj rolet, të kam thënë si pa Ne nëse dashuron, e mendojmë që xhelozon. Edhe ti duke qenë se dashuron shumë, besojmë se xhelozon. Nëse nuk më pëlqevi. Ne që dashurojmë, thuaj xhelozon. Kështu thuaj. Edhe ti që dashuron xhelozon? Po unë ju pyet. Po ti ke ardhur të intervistohesh në shtëpinë tënde. Po prandaj të shpjegoj. E di çfarë? Hajde ta marrim këngës ne, jemi që jemi. Unë xhelozoj. Do kemi mundësi ta ndjekim edhe një fragment nga kënga për gjithë ata që nuk e kanë parë, por na lejo të bëjmë literalisht njëjtën pyetje. Shne me një këngë që titullohet Unë xhelozoj pas një dashurie që ka zgjatur shumë vite, me sa informacion publiku ka. Po kolegja ta tha që pas dashurisë fshihet xhelozia. Ashtu? Po. Unë në përgjithësi historian kam pak në 10-12 vjet që muzikën e këngëve të mia shkruaj vet. Po. Në përgjithësi nga jeta ime, po në përgjithësi edhe nga jeta e të tjerëve. Domethënë, ky rast nuk ishte jeta ime personale, kupton? Por di që kam patur raste që kam parë shumë shok, miq, libra, filma më thash që një çift janë ndarë, dikush lidhet me dikë tjetër dhe kur e shikon me atë dikë tjetër fillon xhelozon. Tash pyetja është, ore pse ndahesh ose ti kur xhelozon ose shoqe, kur xhelozon, pse ndahesh? Të jepi dhe një dorë kësaj marrëdhënie, që mos xhelozohesh nëse pas nesër kur ta shkosh në dikujt tjetër, kupton? Kjo më shqetësonte më si temë, kupton? Dhe isha në Suedi, online në Stockholm, fund nëntori, rreth orës 2 e pak të natës. Debora kishte filluar herët atje si fillon gjithmonë. Mora kitarën dhe me nanana besoj. Me nanana, po pas nananas vinte edhe teksti. Nanana tekst. Redaktim 2 orë, 2 orë shëgjysëm, 90% i ku kënga. Dhe doli Unë xhelozoj. Unë xhelozoj. Dhe ti besoj ke fituar në jetë se ke në krah një nga vajzat më të bukura të Shqipërisë. Edhe kjo të jep bashkë me të përveç fatit edhe këtë besoj deri diku ndjesin e xhelozisë. Kam qenë shumë xheloz. Ke qenë shumë xheloz. Fillimet e mia, po. Sepse nuk më ishte rastisur që ti isha me modele ose me mis. Në atë kohë RTV-n asaj kishte dalë Miss Shqipëria. Me shumë angazhime besoj. 2010 e gjysmë 2011 u lidhëm bashkë. Po kishte një vit e gjysmë që ishte rrugëve në kuptimin e karrierës. Doli dhe Miss International në Hong Kong. Po pasarelat e Miss. E ç'bëje ti në ajo 19 vjeçare? Në ato vitet para të lidhjes. Po në një vit e ca më lodhi njerë që nuk... Për të takuar? Për të takuar, për të përka. Nuk pranonte? Po, ishim takuar një koncertin tim, kishte ardhur Enkas në Korçë për një koncertin tim, në atë kohë kishte zgjedhur një këngë me Miranda Libovën para ndjenjë. Ajo rastisht e kishte në telefon, e donte si këngë, po s'kishte njohur këngëtarin, dhe eri ta shkonte këngëtarin live. Kur unë bëra një live nga fillim 2010. Atje jemi takuar, që kemi erdhën për ty, ishte një grup shoqërish. Thash, sa e pash. E ka fshove Llamarinën. Që thoni ju kur qartë kur bini dashuri? Po Llamarin, po ka do të fort atë. Edhe thash, angre David, thash. Thash, nuk shpëton do. Po që asë këtë, Pra, ishte dashuri me shikim parë? Po, ishte ajo 100% si bam. Nesë nduam në telefonit dhe kisha në fakt kisha një videoklip që doja të zgjiroja në atë kohë. Ishte një këngë e Vitër Korçare. Nuk bëra në sy, ka qenë në videoklip, ishim, në me ishte mbante atë distancën. Kaloj e videoklip, filloja në telefon, si dukesh, kemi më një kafe. Devi kam qenë e zenë, për tashi, je njëre zenë 2 herë, 5 herë, 10 herë. Po një vit e gjysmë? Tani kjo kështë të dëgjuar që Xherau, që nga Don Juan.
është këngëtar dhe është Don Juan. Në fakt, mendoj që kushdo që të ka parë, të she... Me mirë syri se namit. Ashtu, ë? Ja ti për shumë ka njohër, më ka njohër djalë të mirë. Ti je djalë mirë. Të ka njohër të Ka martuar. njohër për djalë të mirë. Po pra, po që Don Juani si martuar, si pa martuar Don Juan, është nuk jam i tillë. Kështu që ishin fjalët e këqija, kupton? Dhe kjo mbante distancën në kuptimin që dal ta monitoroj njërë mirë, kupton? Mi po dashuria së të letë monitoroj shumë, se kaloj një vit e ca. Pastaj, pas ju lidhëm, fillova... Pas ta relat, kush e shikon, që e shkojnë edhe me syrin e dashuruarit, po dhe me syrin e mashkullit, si e shkojnë të tjerët. Flirtime, gjera, më tonë, Devi tha... Në fazin që jam mund, tha, mund ku do t'i vegishtin, dhe ti tjetë di, tha. Ndonën shumë njerëz në kënë kram, këtë ti, tha. Po vendosa unë t'jem të këty, tha. Nuk vendose ti. Vërtet, ti brapë në parë, po vendosa unë të vite këtu, kështu qëri i qetë. Ishe ti, kështu episode. Qa më tha, thashum? Qishte kjo, thashim, më tha, qa ishte kjo? Zjo e shanatën, qa më tha, thashum? Një 19-20 vjeçare, thash, një logike t'ilë. Dhe pastaj, kjo i latë fillovi për më shëronte. Kështu që të bëra një parantez të historisë time dikur, po kjo këngë nuk ishte për mua. Nuk ishte. Ishte për... Po thuaj se për gjithë popullsinë. Ishte për Davisin e fillimeve të marrëdhënies me bashkëshortën aktuale. Po, nuk ishte, tema nuk është kjo, se dikush u nda, u linë për dikë tjetër, po xhelozia, xhelozi, ku ka dashuri ka xhelozi. Kemi mundësi të ndjekim materialin muzikor, përpara se të shkojmë te ky fragment që është praktikisht prezantimi, s'duam ta zbulojmë gjithë këngën se fundja ekziston një strategji marketingu që të klikohet, të shihet dhe të dëgjohet dhe të bëhet pjesë e playlistës. Por do kemi mundësi një snippet, thon amerikanët, se ti je edhe pasionat. Sot, pas goxha viteve dashuri, evolon dashuria, zbehet dashuria, bëhet më e fortë? Është ajo e ka ge e zemrës. Bie ngrije, kështu është jeta. Se po t'ishte kështu, edhe të pasur që janë të pasur, duan të anje grosh. Në kuptimin që... Ta përjetojnë atë. Po. Ka rënje, ka zbritje, por ne jemi aq shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, sa që ja dim telat njëri tjetrit, edhe një ditë bukur them unë, ja këto 2 biletat, çau t'i ikim. Po sot për nesër, ku do t'jetë, s'ka problem. Udhtim, po thua. Udhtim, një 3 ditësh, një lëvizje. Unë jam edhe që karagjos, si njeri, më këton dhe... Po me humor, erdi dhe këtu, të shte vërtet. Do me bëjmë dhe 20 vjeçar, bëj gjëra për shumë në shtëpi sot, u qua në mëngjes, thëriste vetëm qeshte, ta që po na shikon. Nuk po gjenja, apo ja? Përshëndesim shumë. Po i bëja sa imitime ca gjëra që i kam të mija. Edhe po tha, po mi më tha, si në fillim që u njojëm, edhe dashimet një të forë që është me ty. Po këtu, ky është fillimi, thash. Kemi dhe 120 vjetë tjera, prit. Për t'jetua. E drejt. Kështu që kimia është gjëja më e madhe në një marrëdhënie. Edhe unë e kam parë që e keni, sepse të shoqëron kudo. E kemi, është fat që e ke. Sepse ndonjëherë mund të bërzit e në gabuar për irë të një lloj momenti dobësie, ka njeriu moment dobësie dhe ndoshta lidhet me njeriu në gabuar për tu qetësuar nga një situatë që ka patur, por jo, do të presh momentin e dur që të vi njeriu i dur. Nuk vjen kur do ti. Vjen kur do ai sipër. Sa do të kërkosh ti, ta kërkosh lere. Lere të lirë, dashuria vjen, është e lirë, siç është vetë dashuria, është e lirë. Lere të lirë të vi. Një ditë do vi. Dhe ju keni jetuar bukur, ne kemi parë edhe marrëdhënien tuaj me aq pak sa shpërndarë në rrjetet sociale, udhëtimet që keni bërë të qeshurat, edhe faktin që ajo të shoqëron kudo, ka mbetur diçka në raportin tuaj që ju e keni si objektiv të radhës për ta realizuar dhe për ta plotësuar folezën tuaj të dashurisë? Po, për të bërë 3. Për të bërë 3. Është një dëshirë e madhe. Po, është presim antarin e 3 të familjes. Tani këto janë edhe punë e Zotit. Patjetër. Dikur pak më parë, në disa 2-3 vite përpara, isha shumë në ankth. Pastaj thash, qetësohu Xherall. Ai lartë e di plot fuqishme, kështu që ja kam lënë dorë atij dhe kur të vi ora. Po ndërkohë ju jeni të zënë duke dashur njëri tjetrin. Dhe kjo shumë ne do jemi gjithmonë të zënë duke dashur njëri tjetrin. Shumë e bukur. Dhe nga kjo dashuri do vi edhe i treti në shtëpi. Amin. Devis, ti ke bërë shumë vite karrierë në Greqi, publiku e di. Në 12 vjet, po. Ke sjell hite, ke bërë bashkëpunime me emra të MNZ të Greqisë, dhe më thënë ti ke qenë një superstar në Greqi. Është vërtet ishte sepse unë kam marrë pjesë në një format si... Përpara se shkojmë atje dëgjojmë këngën, dhe pastaj rikthehemi historive. Ta shijojmë. Devis Xherall me Unë xhelozoj.
po s'po gjej më qetësi. Çdo rrugë që shkel më kthe në kujti. Kërkon zemra se ndaloj dot, sikur të ishe dhe një herë sot. Unë gjelozoj kur shoh me tjetër, zemra më dridhe dhe nuk du tjetër. Ti më ke rënë, po prap kujtoj, për çdo natë unë veç ty t'kërkoj. Kjo ishte një shije nga unë gjelozoj. Ne gjelozojmë. Për dashurin. Për dashurin. Nuk është pjesë e tekstit, por për të përgjigjur. Versioni 2. Mund ta bëjmë një part 2. Mund ta. Që po u takuam sërish në verë, do dalim në Me shumë dashuri. Ne gjelozojmë, ka gjelozojmë. Për dashurin. Davis, shkojmë pak pas në kohë kur ti ishe një superstar për jeshtë vërtetës në shtetin grek. Ashtu pa kuptuar, unë e di që ti je bërë pjesë të tregut grek edhe pa ditur greqishten. Thjesht ka qenë dëshira madhe për bërë muzikë, për performuar, për të kënduar. Si ishte vetëm kjo dëgjo, janë shumë element që kur shkova unë në 97, nuk shkova njerë për tjetuar në Greqi. Unë kësha marrë një 500.000 dirhamishë në xhep atëre, sepse isha mirë me punë në Korç, dasma, koncerte, isha të teatri Andoza Kuçajupi. Kisha mbaruar 6 shkollën e lartë, Institut Lartë i Arteve, isha gati artistikisht. Dhe në thonjë se ata nuk më vënë mua, sepse unë ju kapa një pjesë të programit të një buzuku që ata nuk e kishin, që unë ju këndoja Eros Ramazzotti, që ishte shumë në botë në atë kohë, dhe Elvis Presley. Rasisht shkova një emision më përpara. I pari ishte Gjesi me talentet e saj. Gjesi Papuqi, kështu quaj, ishte një aktore, le të themi si Violeta Manushi ndjes pas, një aktore e bëshme kështu, po nga më të njohura. Atje marr pjesë e pash televizion, një javë kisha në Greqi, nuk kisha shumë. Marr telefonin, ishte shumë kohë e vështirë atëre për shqiptarët, ishin pakarta, ishin problem shumë i madh. Marrëdhënia ne dhe ata. Gjithsesi unë kisha ëndër Amerikën, kisha ëndër Hollywoodin, se kështu më rriti babai Elvis Presley, e kisha, domethënë, Greqia që ishte shumë lart në atë kohë, vjen nga Korça në Athinë, ishte një sigur të vjen në New York, për ne. Për po, patjetër. Për ne si shqiptarë në 97. Këton shikojnë reklamat e këngëtarëve të mëdhenj për çfarë bëhet tu. Dhe u gjendën në hapësira që jo çdo kush mund të. Jo çdo kush, por nuk më erdhën. Shkova unë tek hapësirat. Unë kur nuk kam pritur të më vinë hapësirat, të vitet të lutem. I ke kërkuar. Unë i kam kërkuar. Se ekziston një mendësi që shqiptarët në Greqi nuk i lënë të bëjnë karrierë, të bëjnë punë, të bëjnë muzikë, art. Nëse je jaft, shok, unë kudo. Sot që ne të flasim, nësë jam i vetmi, po nuk jam i vetmi. Ke shumë spalla violinash në orkestrat të mëdha filharmonike që janë atje, ke shumë biznesmen, ke shumë shqiptarë që kanë lokale, po në lokal, delem një shpet që ke shqiptarë, lokalet të tyre janë full. Pra, është justifikim, është një pjesë e popullsisë, po që ka rasizmin, ose rasizmin për mua përkthehet ignorancë. Ka ignorancën që çdo gjë vërtetë rreth tyre. Okej. Po nuk ka popull ignorant, ka politikat këqija. Më kupton? Populli është popull nuk ka kohë të jetë ignorant, ka hallet e veta, më kupton? Është një pjesë ku don çdo vend, edhe këtu kemi. Edhe këtu kemi. Që mos filloj tash të ta librat. Ke sa duash. Kjo zonë me këtë zonë. Dhe i hasim për ditë. Po njeriu i aftë. Edhe pak fat. Duhet të jesh vërtet i aftë, po 10% që do fat, të takosh njeriun e dur në momentin e dur. Unë e kërkova, vrapova shumë, djersita shumë dhe gjeta, sepse isha gati. Pastaj erdhi emisioni 2006, që ishte Fame Story, pastaj që ishte si sot Big Brother, për shumë si ta them, më kupton, dhe atje ishin Big Brother këngëtar, ishin gjithë këngëtar. Dhe nga 14.000 veta që u testuan, u dëgjuan, u pranuan 14. Ishte fati madh. Kupton? Ti dole dhe hyre javë pra finales. Shkova 3 muaj, dola dhe një javë gjysmë para finales më thirrën prapë mua bashkë me një shok që kam sot akoma shok në Greqi, Lazaros Kapsimalis. Na kostur ishte ai, na futën sërish
bashkë në BIK dhe aty ishte katapultimi si person publik pasaj. Aty më kështë e pa Lefteri Pandazi në ekran, rastisht u takuam, të kam parë, tha, ke thënë këtë, ke bërë këtë, ishte shumë i mirë informuar, do vishë në stafi. Aty ishte pasaj katapultimi, që nëzora albumin, që bëm disa duete me Lefterin, e tjere, e tjere. Çfarë ndodh kur vjen fama? Çfarë vjen e mirë dhe çfarë vjen ndonjëherë thonë edhe mallkim? Lutu, ja, në mallkimi e kësha thënë, lutu që fama të vinë në kohën e dur. Do me thënë, unë jetë kam bërë gjithë shka, po në kohën e dur. Më sot, që do famet më vi, jam cool. Në 2006, para se të janë 2006, në Kalova, me këngëtar shumë, të mënej që këndonin në Buzuk, nga Shqipëria erdha, nga 2 spektakle që organizoj Vera Grabocka në 94 që me ftoj isha në Miss Albania, në atë kohë, kur doli Monika Zguro, Miss dhe rrethatit për 12 javë. Pra, isha gja i përgatitur, për atë moment fame. Shumë të tjerë nuk e mbajtën atë famë, se, u qoroditën. Mua meri një kohë që Ishe gati. isha gati për atë famë. Davis, Pra isha gati për atë famë, kur erdi kjo famë. Duhet të të pyes për një periudhë dhe për një material muzikor që çuditërisht është ka mbetur shprehi. Nga një herë këtëm tope, tope, o papagalo. Që shqiptarët e keq kuptuan, po greqisht... Jo, e di pse topja u bë se që është e tope. Po pra, po do thot... Sepse kur ja përkthejnja unë në greqisht, Si është përkthimi? ma tha dhe papagal. Ma tha dhe papagalli. Se dëgjon të askush. U bëhit, tama. Mi po shqiptarë nuk e dinin, kuptojnë, ne nuk dinim greqisht, tope, kjo tope. Kur shkova, pasi kishte dalë nga Fame Story që këndoni me Lefterin, që bëra disa koncerte këtu, kur këndojnë tope papagalos, gjithë sala tope, 300-400 veta. E bëj video e them Lefter. Ja duhet që do bëjmë Shqip, a i se këndon të në Buzuk, ishte 185 që kështë kënduar. Tope në Shqipëri, thash. Po, shok thash, bileta ime e hyrjes në tregun shqiptar, në tregun tim, është kënga tope. Ishte me dyshim, ore, do ecë, ore, po të them, Vietnami, dhe e shpjegova pse. Mi po kur ja përkthejnja pasaj miqve këtu shqiptarve, ore, tope, pa ma këshu, shkuptim, po... Po ama fama bëri dhe buja ishte jashtë. Prandaj, kjo ishte bileta ime hyrjes në tregun shqiptar. Rikthimi, pra. Rikthimi dhe comeback-u. Thash, do bëj këtë që... Sepse edhe unë po ta ma jep në Greqi, tope papagallos, dhe shah, okej. Ishte në një wow. Ishte hit, ka qenë dikur në hit. Po në Shqipëri ishte nami, se unë nuk e jetova shumë papagallin, sepse ishte akoha që isha akoma në Greqi, se unë nuk theva në 2011. Po. Në 2009, këtu shok miq në lavash, në lash, në restorant. O, do feto. Po ishte këpuc, dhe me. Po. Dëgjoj Në një vit kudo. ishte këshu. Devis, një tjetër moment apo një material që ka shënjuar, edhe pse ndoshta me nota dhimbje, ka qenë edhe kënga peng në festival, që ti e lidh me humbjen e babait, me tekst të Pandilachos, në rreshta thua në ëndër të përqafoj. Të ka shënjuar. Ishte një moment që bile kam kënduar në festivalat, festivali Rtëshës, dhe ishte kohë e pandemisë, ne kënduam jashtë, te kolonat, mund ishte edhe minus atë natë. Aj, shumë ftohtë ishte, po s'mu dilim do të me gjupa të performonim, ishte me kostum. Aty më ka shpëtuar thjesht që jam ujkë dëborzo, me thënë që e përballova, sepse me gjithat emocion që unë kisha për këngën e babait, dhe me të ftotën, e ftota e stimulon shumë emocionin. Me thënë, nëse e ke një fish, do t'a bi 10 fish. E drejt. E përballova me sukses, do me thënë, po ishte një nga këngët që më ka këputur shumë shpirtërisht, kur e kam performuar. E lutesh ato të thash se ishte live. Të lutem mi e forcë për t'a përballuar, se isha gati të linja mikrofonin. Edhe mund t'a kësha lënë, edhe më falni. Po pate një forcë mbi normale. Por, në pa i mati si për tha, kujdesta se të kam edukuar, për në skenë, nuk të kam edukuar që të mposh skena. Edhe ju më dha forcë direkt. Ishte, në më dhenë, janë disa pika tjetës që janë tatuazhe, nuk lëvizin. Dhe që në atë kohë unë bëra dhe tatuazhin këtu, live your life as your last day. Jeto jetën si kur disë të dita fund. Sepse babaj miku në bilardo, rastisht, duke lojtur bilardo, aty ishte pushim zemre. Dhe thash, okej, jetojmë jetën si tjetë e fundit, me të mirat e saj, kuptohet, majmë të mirat e saj. E duke i qeshur Dhe çdo është një mesazh, do me thënë që 2 metra vend do marim. E drejt. Davis,
E di që sot çuditërisht të gjetëm në Tiranë, sepse ti je gjithmonë i angazhuar. Na trego, sepse kështu i drejtojmë të fundit të bisedës, ku të gjen këto ditë, këto festa që na vijnë? Meqense kemi Shën Valentinin, ju ftoj të dyve. Do jesh në Tiranë. Ju ftoj të dyve, po këtu në Tiranë te Roza Blu. Kurse në 7 mars, 6, 7 dhe 8 për gjithë shqiptarët që ndodhen në Boston, në Toronto, në Kanada dhe në Montreal. Pra, në Boston jemi në datë 6, të miku im Bledi të Adria. Në datë 7 jemi të Sofra Shqiptare në Toronto. Po ti këtu në aftone. Po je ftuar. Dhe në Montreal jemi në datën 8 nga Galeria e Artit Ambigu, që organizon të koncert, që janë 3 koncertet. Boston, Toronto... Po pate nevoj për prezentues, numra tani ke. Zgjidhni ju ku do prezantoni, ti Montreali ke më shumë... Unë Boston, se kam jetuar një periud tjetër. Po rrimë në Montreal, nuk shahem edhe me kashë. Ti e i Amerikës, unë po i ke ti e Kanadas, Toronto, Montreal. Bukur. Davis Gjerau je fantastik, falderit shumë. Unë edhe qesha shumë në mëngjes, sepse dikush më merr telefon, se tregojnë Barsoleta me një tjetri. Merr telefon të thotë shut, jo, ishte një Luan. Po martohesh edhe po kërcente me luanët e tjera atje, ke parasysh? Edhe midis luanëve një qeni vogël duke kërcyer. Po ti këtu çdo të në luanë gjitha. E po kështu isha luan para se të martohesh. Okej, ju ftojmë të klikoni këngën Unë Xhelozoj në kanalin e Devisit në YouTube dhe falenderojmë shumë që jeni këtu. Faleminderit, të vlerësojmë vërtet shumë edhe publiku. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Qëndrojmë ne sepse kemi një tjetër personazh që na Shumë të pas dashur për të bashkuar në studio.